Marrëveshja e Ohrit nuk është tapi e BDI-s, nuk është pronë e Ali Ahmetit e as trashëgimi familjare e klikës së tij. Ajo është arritje historike e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. BDI-ja për më shumë se 2 dekada kishte pushtet deri në fyt. Kishte ministra, zëvendës ministra, deputet, drejtor dhe funksionar në çdo cep të shtetit. Po të donin, sot përfaqësimi drejt dhe adekuat do të ishte i garantuar me ligj. Decentralizimi do ishte çështje e kryer, por nuk e bën as njërin as tjetrën. Edhe pas 20 e më shumë viteve ende po flasim për mos realizimin e saj. Të drejtat e shqiptarëve nuk shkojnë në opozit bashkë me BDI-n. As marrëveshjen e Ohrit nuk mund ta marrë Ali Ahmeti me vete në opozit. Kjo përrallë nuk pi më ujë. Vleni nuk e kujton marrëveshjen e Ohrit vetëm kur vjen përvjetori. Për ne ajo është obligim për punë konkrete. Kjo do të thotë që përfaqësimi i drejtë dhe adekuat të mbrohet me ligj. Miratimi i këtij ligji nuk është vetëm zbatim, por edhe avancim i marrëveshjes së Ohrit. Do të thotë decentralizimi mirëfillt, me më shumë kompetenca dhe mjete financiare për komunët, gjë që po e bëjmë si asnjëherë më parë. Me mbi 1200 projekte të financuara nga ana e qeverisë për komunat tona. 25 vjet më vonë, është koha ta rikthejmë dinjitetin e marrëveshjes së Ohrit, jo vetëm si dokument juridik dhe marrëveshje që i dha fund konfliktit, por si arritje historike e shqiptarëve e mishëruar në rendin kushtetues dhe si zotim i përhershëm për barazi.